Studiuesi Agim Lika ka promovuar librin e 10 të serisë së botimeve me hulumtime studimore folklori i Krajinës së Ishpit. Autori nëpërmjet këtij libri interesant dhe plot vlera rifreskon kujtesën historike të folklorit dhe identitetit të spikatur të zonës së Ishpit. Në studimet e tija komplekse, Lika ka arritur të evidentojë pjesë të folklorit të pasur të zonës, duke i arkivuar ata për kujtesën e brezave të ardhshme, si dëshmi materiale të thesareve të çmuara të memorisë historike të kësaj treve. Ky është libri i 10 i imi, folklori në Krajinën e Ishpit, i cili vjen pas i punëve të gjatë hulumtuese në zonën e Ishpit, duke kam falenderoj për gjithë ato që bashkëpunuan me mua, zotin Gek Proja, zotin Shezari Kurtusha, zotin Yusuf Sheu, Arben Dema, zotrit Fatbardh Kurti, edhe shumë të tjerë, Luzim Bega, që cilat ndoshta me kontributit që dhanë, duke më ofruar qoftë edhe një foto ose informacione të tjera, por duke u bërë pjesë e librit tim. Ky libër jam krenar për librin e folklorit, i cili do t'i shërbej brezave për të njohur traditat, zakonet, rritet, për të njohur gjitha rritet e dasmave, fjalë të urta, bestytni dhe gjithçka që lidhet me folklorin e Krajinës së Ishpit. Shumë pjesëmarrës në promovim vlerësuan punën me nivel shkencor në pasqyrimin e folklorit të Ishpit. U desh guximi, kuraja dhe dëshira madhe e Agim Likës t'i zgjojnë nga gjumi këta vlera dhe t'i pasqyrojnë në këtë libër të mrekullueshëm. Autori me vërtetësi në këtë libër ka transmetuar dashurinë e madhe të popullit për ngjarjet, dukuritë, fenomenat, lindjet, martesat, gëzimet. Vënien në zërat më të fuqishëm në radhë të mbi 15 shqiptarëve ishmak që për gëmbërin e tyre i ka bërë një honë pasurive të pakme të zonës ishme. Gimi, ne jemi krenarë që jenë nesh, janë intelektualit që të vlerësojnë të mluar. Dore suksesin të vlerë. Shoqata kulturore Benda i dha autorit titull mirënjohje për kontributin e çmuar në promovimin e vlerave kombëtare të folklorit. Shoqata Detare Kulturore Benda, titull nderi, mirënjohje e Bendës, zotit Agim Lika, me motivacionin për kontributin e çmuar në promovimin e rrugës së vlerave të folklorit shqiptar në përgjithësi, si edhe në evidentimin e trashëgimisë së pasur kulturore të Shqipërisë së Mesme. Gjithashtu për rolin e tij në pasurimin dhe promovimin e vlerave etnografike të Krajinës së Bendës nëpërmjet botimit të librit Folklori i Krajinës së Ishmit, si një dëshmi e bashkëpunimit të hershëm dhe të qëndrueshëm ndërmjet banorëve të Ishmit dhe atyre të Krajinës së Bendës. Në takim u recituan edhe pjesë të mbledhura folklorike nga libri. Nëse ndodhesh ndonjë gjallë, thuja nanës për veç një fjalë. Fol me nanën, bashkë të matën Zot. Mos e lën të mytun lot, se I shkoj moti veç me varë